Grosh, thjerza, familje këtyre? Po, këto për gjithë ato arsye që përmendëm më parë, te teta mendoj do ishin perfekt. 8. Mish. 8, kur them 8, kam parasysh dhe frekuencën, ëh. Domethënë që përdoren rrallë, jo. E qartë. Mish qingjen në furr? 10 për diskutim. 10. Po me patate? Me patate. Se do ta hash mish. Na ul patate ai shumë? Shtata po ul patate, ul sigurisht. Mish helli 10. Mish qingji 10, domethënë çfarë është mish në furr shumë? Okej, me patate? Me patate ulet pak 8. Na le 8. Okej. 8. Aman, jo shumë patate. Turli me mish. 9, 10. 9 ose 10. Patjetër, e kuptuam logjikën tani doktorit. E kuptoni ku e ka. Se shiko, turlia varet edhe çfarë. Po të ketë 20 kg patate turli, domethënë. A kuptova. Bamje me mish? Bamje 10. 10. Bamje me mish, ama receta e babait tim që e do aq shumë. Superime me mish 10, 9, 10. Po, patjetër. 10.